Miq Prizmus, këtë ditë në Venecia u bë dasma e famshme e kreut Amazonës, një nga multimiliarderët më të mëdhenj që ka bota, ose Jeff Bezos. E ka qenë edhe i pari. Sot është Elon Musk, por Jeff Bezos është sigurisht njeriu i dytë dhe shpeshherë del i pari i botës për nga pasuria e tij. Pasuri që kalon 200 e sa miliard dollarët. Tash edhe shefi i Amazonit, është një nga ato bizneset jashtëzakonshëm të transportit, i cili patjetër pastaj krijon mundësitë jo vetëm të mira vendeve pune, po edhe të fuqizimit të jashtëzakonshëm. Amerika prandaj është e madhe se ekzistojnë pikërisht dy emra për shembull si Elon Musk, Jeff Bezos ose Mark Zuckerberg edhe shumë të tjerë të cilët përbëjnë atë ndryshimin nga bota dhe janë tashmja dhe ardhmja jo vetëm e Amerikës, por edhe e botës. Mendoj që të martohesh në Venecia me Lauren Sanchez. Dhe normalisht një pjesë e madhe e qytetit pothuaj u bllokua, por edhe u bë dhe një nga ato simbolet e jashtëzakonshme të qytetit, eventet të jashtëzakonshme. Dhe në të dhënat e sotme, bashkia e Venecias ka fituar një shifër që ka kaluar 300 milion euro dhe po shkon drejt ke 500 milion euro që i bie tjetër rreth 50%, po shkon 60% të ardhurave që kanë vjet brenda 2 ditëve, ose më mirë të themi 4 ditëve të fundit që është dasma Jeff Bezos, sepse aty kanë ardhur të ftuar shumë multimiliarderë dhe milionerë të tjerë. Kanë ardhur njerëz të cilët sigurisht kanë dashur të shikojnë eventin, po jo njerëz që më thanë me agjencitë e udhëtimeve dhe që shpenzojnë gjithsej 100, 200, 300 euro. Po njerëz që nata e tyre kushton më tepër se 5.000, 10.000, ndoshta 20.000 dhe 30.000 euro. Sigurisht restorantet, sigurisht hoteleria, sigurisht eventet e ndryshme, sigurisht shëtitjet, sigurisht televizionet e shumë element të tjerë përbëjnë pastaj edhe pasurinë fantastike që një element i tillë, një dasmë e tillë ka sjell si përfitim për qytetin që ka shumë hallë dhe i duhen shumë miliona tilla. I mungonte 1 miliard, dhe ky 1 miliard i erdhi vetëm nëpërmjet një dasme të Jeff Bezos. Po çfarë ndodh tash me një amalgam dembelësh, protestuesis, njerëzit që patjetër duhet thonë jo. Njerëz që s'kan punuar kur jetën e tyre, që merren vetëm me gay pride, që merren vetëm me flamur të gay pride dhe të komunistëve njëkohësisht, ultramajtistëve, njerëz që s'kan punuar kur, dhe që ngatrohen edhe çojnë edhe flamurin e Palestinës, që duket sikur vetëm ata kanë të drejtat e tyre dhe që thonë tash na leni largojuni nga Venecia se na e okuput, na e pushtut Venecian. Sepse sigurisht ata janë mësuar që t'ju marrësh leje këtyre tipave që s'kan punuar një ditë në jetën e tyre, vetëm protestojnë, ankohen, shajnë dhe bëjnë marrëzirat më të mëdha në botë, sepse sigurisht kështu janë mësuar. Të tillë element sigurisht ultra të majtëve, globalistëve, të majtës italiane në përgjithësi, e cila ka luajtur Manch, e drejtuar nga një për mua idiote filozofike dhe politike siç është Eli Schlein, cilët sigurisht me këto veprime nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm se kanë për ta kthyer Giorgia Melonin në një Edi Rama të Italisë, ku jo vetëm ky mandat i Melonit, po edhe mandati tjetër janë të sigurta, sepse sigurisht kanë përpara vetëm majmun të tillë, dembel, njerëz që protestojnë për gjëra të kota, që duhet të marrin përsipër se këta marrin kauzat më të mëdha të botës edhe kanë kauzat e tyre janë vetëm gay pride, se si këta të demonstrojnë pikërisht seksualitetin e tyre duke u imponuar dhe tjerëve, dhe aty çojnë edhe flamurin e një pjesë të komunistëve që ju ka ikur truri dhe atyre, edhe sigurisht edhe flamurin e Palestinës që është turp ta shofësh. Në atë mes se këta e marrin përsipër sikur këta janë mbrojtësit e kauzave. Këta duhet t'i pyesësh tash. Ndërkohë që qyteti fitonte miliona nga një dasëm me vete me paret e tija. Edhe sigurisht ja dhuronte një qyteti fantastik si Venecia, që ka nevojë për shërbime, ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë për
restaurime, ka nevojë për shumë element të cilët kurrën e kurrës nuk kanë për t'ia siguruar këta dembelët. Edhe po këta ishin që një ditë më përpara dolën protestuan 100 veti, nuk ishin më tepër, që u mblodhën në Budapest për të protestuar në Gay Pride-in e famshëm, krenarinë e madhe të Hungarisë në Budapest, sepse sigurisht Urban aty ka ndaluar me ligj. Është një ligj i cili sigurisht nuk mohon këta tipat e krenarisë gay, por ju thotë që s'keni drejt bëni tillë se sigurisht do ndikoni keq ke fëmijët. Edhe ke librat, edhe ke mësimet, edhe njëkohësisht edhe në rrugë. Tash i mblidhen si efekt i kësaj ndalese, e quajmë prishjet demokracisë dhe të lirisë, njerëz tillë tash i imponohen me marrëzirat e tyre të seksualitetit, cilët sigurisht duan që ti imponojnë edhe botës, dhe sigurisht aty janë të mbledhur po e njëjta amalgam njerëzish, po të njëjtët ultra majtis, të njëjtët njerëz që nuk bëjnë një punë, 2 lek, rrin pa punë, vetëm protestojnë, edhe sigurisht parat ja marrin kontribuentëve, se kjo është historia, janë demelhania më e madhe e botës, dhe pastaj çojnë edhe flamurin në një ultramajtizmi europian, globalistëve, Gay Pride-it, por nuk mungon edhe flamuri i Palestinës. Këta janë njerëzit e jos, janë njerëzit e grindjes, janë njerëzit e papunësisë, janë dembelët më të mëdhenj të botës, të cilët sigurisht kanë nisur një proces të prishjes moralit në përgjithësi, shkatrimit moralit familjar, identitetit kulturor, trashëgimisë kulturore, jo vetëm të Evropës, por të gjithë botës. Duan të kthejnë njerëzit në numra, duan të kthejnë familjen në një marrëzi pabarazie të jashtëzakonshme. Këta duan të ndalojnë emrin grua, burr, bile dhe fëmijë. Këta duan të ndalojnë çdo lloj gjëje që ka të lidhur me natyrën dhe me Zotin. Këta sigurisht kanë marrë përsipër të bëjnë deviancën më të madhe në sajt e një ide të kthimit të njerëzve në numra, pa logjik, pa ndërgjegje dhe pa moral. Dakord miqtë e mi, ja të tillë janë. Dhe kjo i vjen sigurisht nga që janë njerëzit më dembel të botës, që nuk japin një kontribut dhe që sigurisht mendojnë gjithë ditën keq si të protestojnë me kauza të shpikura, të shpifura dhe marroqe. Të tillë janë. Por ka një gjë, njerëzit i kuptojnë, këta mblidhen, bëjnë edhe në një numër, por të tjerët qëndrojnë larg këtyre dhe sigurisht bëjnë të kundërtën që këta me parimet e tyre udhëzojnë ose duan që të imponohen. Dakord miqtë e mi?